Bashkia e Lezhës ka nisur këtë të njëjtë ndërhyrjen për shëmbjen e disa objekteve në zonën pas katedrales, për t'i hapur rrugë investimit për ndërtimin e qendrës për moshën e tretë. Pas daljes së urdhrit për prishjen, fadromat dhe punonjësit e shërbimeve kanë zbarkuar në terren për vijimin e operacionit. Nënkryetari i Bashkisë Lezhë, Fation Zefi, ka zhvilluar një takim me 12 familjet që kanë jetuar në këto objekte, duke u kërkuar të aplikojnë për bonus qiraje. Sipas tij, ata do të përfshihen edhe në programin e kredive të buta. Për qendrën e moshës tretë që do ndërtohet, është një donacion nga shoqata e jetimet e Ballkanit. Është gjetur prona e cila ndodhet në pronësitë Bashkisë Lezhë, është një pronë objekt i vjetër, e cila ka qenë ndër vite e zaptuar nga banorët në mënyrë të paligjshme. Bashkia Lezhë ka marrë masat për lirimin e saj, është miratuar leja për shembjen e objektit e lirimin e hapësirës dhe ka dalë urdhër kryetarit për ekzekutimin nga drejtoritë përkatëse. Sa i përket familjeve, i janë ofruar bonuse të çerave dhe asistenca për t'u pranuar në kreditë e buta. Është miratuar dhe me vendimin e Këshillit Bashkiak bonuset e çerave, vlerat përkatëse sipas çmimeve të referencës tregut që në nëntor të 2025. Prandaj këta, edhe me takimet vazhdueshme që kemi pas me ta, janë njoftuar që të shkojnë paraqiten pranë Drejtorisë Shërbimit Social Bashkia Lezhë për të regjistruar dhe për të trajtuar me bonusin e çerave. Sipas autoriteteve vendore, objektet që po shëmben ishin prona shtetërore dhe pas prishjes së tyre pritet të nisë puna për ndërtimin e qendrës për moshën e tretë, një investim i rëndësishëm për qytetin.